hapur një diskutim publik tashmë që disa pajisje të vendosura në kompanitë telefonike në Shqipëri, bëhet fjalë për rreth 7 pajisje, mund të kryen një lloj përgjimi dhe janë pajisje DPI, që janë Deep Packet Inspection, një sistem monitorimi për cilët ekspertët IT-s kanë shprehur shqetësime, i konsiderojnë sigurisht të rrezikshme, ne edhe nuk e dim fiks se për çfarë bëhet fjalë dhe kjo ndodh mbas mbylljes së TikTokut, një muaj para zgjedhjeve, koincidencë apo jo, nuk e di. Avokat, tani kemi kuadër ligjor dhe që janë këto pajisje tani nga informacionet që kemi? Me atë që kam dëgjuar nga ekspertët, se ata janë dhe njerëz të fuqës, mendoj që qeveria është nxituar me marrjen e këtyre pajisjeve, pasi mënyra e përdorimit të tyre mund të përbëjë një rrezik shumë të lartë për cënimin e drejtave dhe lirive individuale të çdo njeri prej nesh. Domethënë, Bashkimi Evropian dhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka një pafundësi vendimesh për të drejtat individuale të njerëzit dhe cënimin e tyre. Qeveria me marrjen e këtyre pajisjeve dhe me vullnetin për t'i përdorur ata kundër qytetarëve të saj, mund të marrë informacione shumë sensitive për secilin prej nesh. Dhe përdorimi i tyre nga persona të cilët janë të paautorizuar, nuk ka një vendim gjykate, apo janë persona të cilët mund t'i përdorin si mjet shantazhi për secilin prej nesh nëse pas nesër, tregojnë që rrezikshmëria e tyre është në nivel të jashtëzakonshëm, edhe si të tilla qeveria shqiptare, e cila është qeveria e të gjithë neve, domethënë duhet të mbrojë interesat e të gjithë neve, do të jetë shumë i kujdesshëm në marrjen e tyre dhe në përdorimin e tyre. Domethënë sfida që ka bërë ose shpenzimi që ka bërë dhe arsyeja që pretendohet se ka marrë për të mbyllur TikTokun për një veprim të panevojshëm që në fillesat e tij, domethënë. Mua më lë një shije shumë të hidhur dhe dyshoj që kjo mbyllje e TikTokut mund të ketë qenë si sebeb për marrjen e këtyre pajisjeve. Kjo do ishte akoma më e frikshme, domethënë nëse qeveria për të justifikuar blerjen e këtyre pajisjeve ka pas nevojë për një politikë sociale, po them, siç është mbyllja e TikTokut, do ishte akoma shumë më e rrezikshme dhe bën qeverinë fajtore në qëllimin dashakist që ka. Ju e mbani mend Edward Snowden, që është një nga elementet më të përfolur në gjithë botën lidhje me nxjerrjen e sekreteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sekreteve shtetërore. Çfarë deklaroi? Deklaroi që qeveria amerikane përgjonte qytetarët e saj. Domethënë nxorrin publik një të vërtet të tmerrshme që NCI duhet të dilte. NCI përgjonte dhe merrte informacionet e gjithë qytetarëve amerikanë. Edhe ai e bëri këtë, u quajtur tradhtie lart ndaj atëu, dhe sot është në azil politik në Rusi, në mos gaboj. Vetëm se nxori këto dëna sekrete që ruheshin nga Shteti Amerikan. Praktikisht blerja këtyre pajisjeve i jep mundësi shtetit shqiptar të përgjojë secilin prej nesh. Ne e dim që sot telefoni është bërë mjet i domosdoshëm për secilin prej nesh. Pavarësisht nga mosha. Domethënë edhe prindërit e mi kanë telefonin me smartphone e gjithë me radhë. Domethënë mjafton që i të kontrolloj secilin prej nesh me këto pajisje, të kontrolloj historinë se ku neve bëjmë të mundur lundrimin internet e gjithë me radhë, çfarë shikojmë, çfarë adresash shohim, i jep një burim të jashtëzakonshëm informacioni qeverisë shqiptare për të kuptuar veprimtarinë e secilit prej nesh. Dhe më e rënda akoma ishte që nëse këto pajisje do të bashkëlidheshin me pajisje të tjera, do përgjonin edhe telefonata, mesazhet e WhatsApp, sinjale gjitha me radhë. Që ato pajisje të tjera në vetvete duhet të bashkëlidhen me këtë pajisje DPI-n për të bërë të mundur enkriptimin e gjitha këtyre. Ka kuadër ligjor kjo për vendosjen e këtyre DPI-ve? Fare nuk ka, nuk lejohet, pra se ajo edhe në drejtën komunitare, po edhe në drejtën drejtat e njeriut, pra çka çdo qytetar. Është shkelja e hapur e drejtave të njeriut, domethënë është haptazi. Nuk mundet ti të cënosh liritë e mia si qytetar për të më monitoruar më, pse do të monitorosh më? Kuadri ligjor shqiptar thotë monitorimi im bëhet vetëm me vendim gjykate. Qofse ka një vendim gjykate, i drejtohet gjykatës me një vendim për të monitoruar mua, për të përgjuar gjitha me radhë, atëherë do të ketë një arsye
të fortë ligjore, pse duhet ta bëj këtë? Edhe gjykata kur e miraton për një afat të caktuar 15 ditë thotë. Domethënë pas 15 ditëve prokurori duhet i drejtohet prapë gjykatës. Çdo 15 ditë, nuk është se merr një herë drejtën me vendim për të përgjigjuar dhe vazhdon. Po çdo 15 ditë duhet të drejtohet gjykatës. Dhe kjo është një element sigurie që mos jetë organi shtetëror mos jetë abuziv. Qeveria jon me blerjen e këtyre pajisjeve çka ka bërë tani? Ka marrë për sistemin e përgjimit dhe ka vënë gjithë qytetarëve. E vlerëson sot Indriti duhet përgjigj sot Indritin. Çfarë bën Indriti? Numrin e di, çfarë bën Indriti? Çfarë adresash ku lundron në internet, çfarë sheh, çfarë bën share, çfarë bën gjitha me radhë. Edhe ka thjesht ndaj po themi që këto veprime janë shumë të rrezikshme. Unë dyshoj, domethënë është që efekti social ose kërkesa për mbylljen e TikTokut ka ardhur si nevojë, domethënë si domosdoshmëri për t'i dhënë mundësi qeverisë për të blerë këto pajisje. Kuptova. Pjesë e patronazhimit. Po. Kush po na përgjon dhe kush duhet na përgjoj? Unë thash me një shprehje, pjesë e patronazhimit. Shqipëria dhe shqiptarët vinë nga një regjim totalitar 45 vjeçar që në çdo familje kishte një bashkëpunëtor të sigurt të shtetit. Pra, regjimi Enver Hoxhës e kishte të mbërthyer çdo familje shqiptare me bashkëpunëtorët. Dhe mësonte sigurinë e shtetit çfarë han në mjes, çfarë han në drek, çfarë han në darkë, sa baktike, gjithçka, nëpërmjet bashkëpunëtorëve që kishte. Ky regjim sot, që unë me të drejtë pas daljes së pajisjeve DPI, të cilat cënojnë në rënd liri dhe drejtat themelore të njeriut, unë e konsideroj regjim për faktin sepse nëpërmjet pajisjeve DPI, qeveria shqiptare don të di çfarë bën kush në çdo moment, pra çdo familje, çdo individ, pra ku lundron, siç e tha zoti Sefa. Pra edhe çfarë program është ndjekje unë, edhe çfarë bisedash bëj unë, gjithçka. Por në fakt një sinjal e kemi marrë ne prej kohësh, një sinjal shqiptarët, po të tregomi të vëmendshëm. Në periudhën që u ngritën 2 satelit, Albania 1 dhe Albania 2, na tha kryeministri i Shqipërisë që me këto 2 satelit do të mësojmë gjithçka. Do monitorojmë sa... Do monitorojmë edhe kur mbjellin ashash, po edhe kur ka përmbytje dhe gjithçka. Dhe në çdo kohë edhe kur ka ndërtime pa leje. Do kemi mesazhe ndërtime pa leje. Faktikisht kanë kaluar rreth 3 vite mos gabohem dhe asnjë imazh nuk është sjell nga satelitet. Pra, kryeministri ka pas me largëhedhje. Unë do ngrej satelitet për këto fenomene të ngrohjes globale, të përmbytjeve të zjarreve etj, ndërtimet pa leje, kultivimin e ashashit, por ne nuk kemi njohur. Ministria e Mbrojtjes nuk ka marrë asnjë imazh, pak nuk e ka bërë të njohur për publikun, as kryeministri s'ka bërë të njohur. Pra kryeministri ka pas në program variantin turk, që opozita turke është e monitoruar në mjes drejtdark dhe arrestime masive për të goditur opozitën. Prandaj të thash është pjesë e patronazhimit, edhe pajisjet DPI, sepse i kanë vendosur për të patur të monitoruar në mjes drejtdark çdo shqiptar që është kundra regjimit. Unë kështu e lexoj. Por ka dhe diçka tjetër. 2 vite më parë, kur ran disa sisteme, ne akuzuam iranianët. Thamë është një ndërhyrje e jashtme. Më pas u vërtetua që ndërhyrja ishte e brendshme, drejtori i IT-s, në drejtorinë e përgjithshme të policisë dhe ministrit të brendshme, kishte futur USB, e vodhi sistemi. Pse u vodh? Sepse sistemi kishte disa provat pa kontestueshme të hyrjes dhe daljes në Republikën e Shqipërisë të disa personave që ishin të akuzuar për ziprakën dhe për disa çështje sensitive në drejtsinë shqiptare. Edhe kjo ka një domethënie të madhe. Dhe ku e lidh unë? Fill pas kësaj u tha që qeveria shqiptare tashmë është e detyruar që të ngrejë një sistem për mbrojtjen e sistemeve. Dhe rezulton që nuk është ngritur sistemi. Janë dhënë disa milionerë, nuk e di sa ka shkuar shifra që ja dhënë qeveria shqiptare për akshin. Po sistem për mbrojtjen e sistemeve nuk ka, sepse u hakeruan dosjet e SPAK-ut. Ka ngritur një strukturë që quhet Accent. Po, se çka një. Aty do dalim. Pra çka do të thotë që Access. Pra nuk ka ngritur sistem për mbrojtjen e sistemeve për qenë sigurt shteti shqiptar për të mos u cënuar rendi dhe siguria kombëtare e Shqipërisë, por çfarë ka bërë? Ka ngritur një sistem me pajisje DPI për të përgjuar çdo person që don qeveria shqiptare, që i ka me databezin përkatës. Dhe kjo të çon atje tek regjimi i cili cënon lirit dhe drejtat themelore të gjithkujt që është kundra
partisë të pushtetit. Ndërkohë, kolegu Ferdinand Dervishi sot ka njoftuar që ka depozituar në SPAK, thot, në funksion të gazetari një kallëzim penal për përgjegjësitë e ndërhyrjes në sistemin TIMS të data 2 dhe 3 gusht të vitit 2023. Pra, me sa duket, Ore, dakord, në vjet në lëvizje. po e ka denoncuar, por jo më larg se para 5 ditësh, ndoshta kanë kaluar 6 ose 7, tu mori Pandeur, ish drejtori i IT-s. Në qartë. Çka do të thotë që është provuar Ndërhyrja, po. ndërhyrja. Pra nuk kemi më dyshime. persona që kanë Pra nuk ndërhyrë. kemi më dyshime. Kemi fajsi se është mori Pandeur. Fajsia përfundon kur të morë vendimin e formës prerë, por është kalkuluar që kemi përgjegjësi të drejtë për drejtë të ndërhyrjes në sisteme. Mi po atje nuk ka qenë vetëm hyrje të dalet në Shqipëri sistemi TIMS. Është cënuar gjithë rriti informacionit të shërbimit informativ shtetëror të policisë shtetit, madje është tentuar për të marrë edhe rriti i punës operative dhe i bashkëpunëtorëve të policisë shtetit dhe dosjeve të procedimit, që do të thotë që është shumë e rëndë. Po tani përdorimi i këtyre pajisjeve që të shkojmë atje nuk cënon vetëm liritë drejta themelore të shqiptarëve. Se kjo do ishte, se ne jemi mësuar të kemi drejta, se ne e kanë dhënuar gjithmonë drejtat, se ne në regjime po jetojmë. Problemi qëndron që cënohet siguria kombëtare, se ne po dalim lakuriç përpara hakerusëve të huaj, se kemi bashkëpunëtor brenda, se nuk mban përgjegjësi askush tek Akshi, se tek Akshi punësohen dhe tek ministrit e linjave përkatëse punësohen njerëz të cilët nuk janë në shërbim të shqiptarëve, po janë në shërbim të agallarëve, janë në shërbim të grupeve kriminale, janë në shërbim të atyre që kanë bërë vepra të rënda penale dhe për të mos u ngritur steka e hetimit tek ministrat dhe kryeministri, çfarë duhet bëj? Duhet të punësojmë që t'i fshim provat në këto sisteme. Ndaj dhe unë nuk bindem që ngrihet sistem për të mbrojtur sistemet, po ngrihet sistem për t'i dobësuar sistemet, në mënyrë që sa herë ata të kryejnë veprimtari kriminale, të fusin në stallar për të fshirë provat. Një qartë. Mirë, dhe ne sigurisht shpresojmë shumë që kjo çfarë u diskutua, sepse realisht është një shqetësim serioz i ngritur ditët e fundit për sa i përket pajisjeve DPI të vendosura në agjensitë në kompanitë telekomunikimeve këtu në Shqipëri, çka do të bënte nëse do të rezultojnë që janë dhe kanë mundësi të përgjojnë qytetarët shqiptar, do të ishte realisht shumë e rëndë. Shkelje e hapur e të drejtave të njeriut. Askush nuk ka të drejtën të më përgjojë mua nëse nuk ka një vendim gjykate. Mund të ketë institucione specifike, siç është rasti i shërbimeve inteligjente në Shqipëri, të cilat ndoshta mund ta bëjnë për arsyet objektive të tyre, por askush tjetër përveç një vendimi të gjykatës. Dhe nëse kjo do të rezultojë e vërtet, ndoshta diçka mund na dalë, ndoshta nga brenda jo, por ndoshta nga hakera tuaj, edhe të dalin se çfarë do të rezultojnë këto pajisje dhe a kanë përgjuar shqiptarët, kjo do të ishte e rëndë. Mirë.